çdo ritual, çdo adhurim me të cilin Zoti na ka urdhëruar, qoftë përmes Kuranit apo përmes praktikës së Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, realisht për objektiv kryesor ka arritjen e devotshmërisë. Prandaj edhe namazi, edhe agjerimi, edhe zakati, edhe dhikri, edhe leximi i Kuranit dhe çdo adhurim tjetër janë mundësi për ne që të arrijmë devotshmërinë e kërkuar. Allahu devotshmërisë i qaset në forma të ndryshme. Pra e shpërfaq çdo element dhe çdo përparësi të saj, si një koncept i përgjithshëm islam. Duke thënë fillimisht se devotshmëria është kusht për të qenë i nderuar tek Allahu. Allahu thënë në Kur'an: "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër, pra nga Ademi alayhis salam dhe Hava alayhis salam, dhe ju kemi bërë që të jetoni në popuj e në fise të ndryshme. Pra këtu Allahu e shpërfaq realitetin natyror të diversitetit njerëzor, si një vlerë dhe si një pasuri me të cilën Zoti e ka nderuar njerëzimin. Pastaj vazhdon e thotë: "Këtë kemi bërë që ju të njiheni sa më shumë dhe sa më mirë mes vete." Ndërkaq ai që konsiderohet më i nderuari tek Zoti është ai që është më i devotshëm. Prandaj thotë: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Tek Allahu më i nderuari, më i ngrituri, më i dashuri është ai i cili është më i devotshëm. Pra preardhjet tona etnike, preardhjet tona kulturore, gjuhësore, nuk na bëjnë neve të devotshëm tek Allahu i Madhërisht. Këto janë mjete që Zoti na i ka dhënë për të arritur devotshmërinë. Ajo që realisht neve na bën të devotshëm është preardhja shpirtërore, është devotshmëria, për kushtimin ndaj Allahut të plotfuqishëm. Prandaj thotë: "Më i miri, më i nderuari dhe më i dashuri tek unë është ai i cili është më i devotshëm." Nga se Allahu njerëzit i vlerëson në bazë të devotshmërisë, jo në bazë të pamjes e as në bazë të origjinës